Në 24 orët e fundit, qarku i Shkodrës është përfshirë nga reshje intensive shiu duke shkaktuar problematika. Në qytetin e Shkodrës, lërsjet kanë qenë mesatare deri në intensive, ndërsa nuk raportohet për asnjë problematik. Në fshatin Ngimaj, njësia administrative Shal, që ditën e djeshme është bllokuar rruga Theth Breglumit, si pasojë e shëmbjes së masivit shkëmbor. Emergjencat civile kanë evakuuar banorët atje, ndërsa do të ndërhyret me mjetet e rënda të ushtrisë për të rikthyer qarkullimin normal për automjetet. Në territorin e bashkisë Vaudeos, gjatë gjithë natës kanë vijuar reshjet intensive të shiut, ndërsa nga shtabi i emergjencave pranë kësaj bashkie bëhet me dije se situata deri tani është nën kontroll, ndërsa po monitorohet porroi i Glinës, i cili shkaktoi edhe përmbytje pak ditë më parë. Situata deri në këtë moment është e qetë, strukturat e emergjencës civile dhe shërbime publike janë në terren që nga mbrëmja kaluar. Në bashkëpunim me bordin e kollimit po bëjmë mundën pastrimin e vazhdueshëm të porrojit të Glinës që mundon të kena sa më në kontroll situatën. Shpresojmë që mos kemi progresim të motit më të teshëm. Energjia elektrike, e cila mungon po bën disa orë që ka probleme, shpresojmë që të rikthehet. Po ashtu, në bashkinë Vaudeos, si pasojë e erave, janë shkaktuar problematika në furnizimin me energji elektrike në disa njësi administrative. OSHE është në terren për riparimin e dëmeve dhe rikthimin sa më parë të furnizimit me energji elektrike. Në bashkinë Fusharës vijojnë rreshjet e shiut me intensitet të lartë, shoqëruar me shkarkesa sporadike të rrufeve. Në disa njësi administrative në këtë qark vijon të ketë probleme me furnizimin me energji elektrike. Edhe në disa zona në bashkinë Malci e Madhe ka probleme me furnizimin me energji elektrike, ndërsa një natë më parë në fshatin Shkrel, rrufeja ka goditur një banesë dykatshe, duke e shkrumbuar plotësisht, fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Sipas parashikimeve, edhe në orët në vim pritet të ketë rreshje mesatare deri intensive shiu, ndërsa situata po monitorohet në terren nga shtabi i emergjencave në të gjithë qarkun e Shkodrës.